Fundin e vitit 2025, qytetarët e disa prej komunave pritën me reduktime të ujit të peshëm. Por në vitin 2026, megjithëse nuk e kanë të sigurt furnizimin e rregullt, faturat për këtë shërbim do t'i paguajnë më shtrenjtë. Autoriteti rregullativ për ujin së fundmi vendosi që të rrisë tarifat mesatarisht 35%, bazuar në kërkesat e kompanive rajonale. Në Prizren me 2025 tarifa ishte 40 cent, tani e tutje do të jetë 56 cent. Në Pej nga 28 cent konsumatorët do të paguajnë 39 cent. Në Mitrovic nga 39 cent tarifa është ngritur në 53 cent. Në Gjakov nga 39 cent tarifa u ngrit në 52 cent. Në Ferizaj nga 39 cent në 53 cent dhe në Gjilan nga 39 cent në 54 cent. Rritjen e tarifës arrue arsyeton me dy elemente, shtrëngimin e energjisë elektrike dhe shtrirjen e rrjetit. Por për njohës të ekonomisë, shtrëngimi i kësaj tarife në këtë përqindje përkthehet në barë shtesë për qytetarin. Pavarësisht që faturat e ujit nuk janë përqindje e lartë në shpenzimet mujore të familjeve, po duke parë ndryshimin e çmimeve, të gjitha çmimeve, do të ne shohim një rënje të fuqisë blerëse të secilës familje. Dhe kjo besoj që e rëndon edhe më tepër këtë situatë. Vendimi për shtrëngimin konsiderohet i parsyeshëm edhe nga anëtarë të shoqërisë civile. Kompanitë nuk kanë cilësi të lartë të shërbimeve, edhe në furnizim për cilësitë e ujit, që shpesh janë shqetësim për qytetarët, e ankesë të shumta. Në shumë zona të Kosovës kemi pasur me ditë të tëra që s'kan pas ujë, cila është përgjegjësia e këtyre institucioneve nëse ata marrin rritin tarifat kurse s'kan ofruar shërbimet. Në fakt, edhe në fillimin e vitit 2025, qytetarët ishin përballë me shtrëngim të një shërbimi bazik atë rrymës. Në prill, tarifat ishin shtrëngtuar për 15%.